Një mbrëmje që nisi si fest për ditëlindjen e banores Dolce në Big Brother VIP Kosova 4 ka degraduar në një përplasje të rëndë verbale mes banorëve Edit Kuqi dhe Fjolla Morinës. Atmosfera festive u tensionua kur tonet mes tyre u ngritën ndjeshëm, ndërsa Fjolla përdori fjalë të rënda ndaj Edit duke i quartur atë bir kërve. Ky ofendim ka shkaktuar revoltim te publiku dhe mbështetësit e Edit. Pas ngjarjes, familja Kuqi ka dalë me një reagim zyrtar, duke dënuar ashpër sjelljen e Morinës dhe duke kërkuar ndërhyrjen e produksionit. Në letër, familja thekson se përdorimi i gjuhës fyese përbën një shkelje të drejtpërdrejtë të dinjitetit njerëzor dhe është pa asnjë provokim. Ata gjithashtu theksuan se Edit ka zgjedhur të ruajë përmbajtjen dhe të mos reagojë në të njëjtën mënyrë, duke vepruar me dinjitet. Reagimi i familjes është i qartë. Kërkohet që produksioni i Big Brother VIP Kosova të marrë masa të përshtatshme për të garantuar respektin dhe barazinë mes banorëve. Ata nënvizojnë se sjellja e Fjolla Morinës shkel rregullat bazë të etikës televizive dhe formatit. Aktualisht mbetet për tu parë nëse produksioni do të marrë masa disiplinore ndaj Fjolla Morinës, ndërkohë që publiku dhe familjarët e banorëve po ushtrojnë presion në rritje për drejtësi dhe respekt brenda shtëpisë më të famshme të Kosovës.